Prosionizmi është forma e respektueshme e antisemitizmit. Ai mirëpritet nga qeveria izraelite dhe sionistët kudo, si një bekim për shtetin e veçpallur hebre, shkruan Joseph Massad, profesor i politikave dhe historisë moderne arabe në Universitetin Columbia në New York. Në të kundërtën, antisionizmi, i përkrahur prej kohësh nga shumica e hebrejve dhe jo hebrejve deri në fund të luftës së dytë botërore, si dhe nga shumë hebrej dhe jo hebrej të majt edhe pas saj, paraqitet nga pro-sionistët si mishërimi i antisemitizmit. Në fakt, çdo qëndrim kritik ndaj Izraelit ose ndaj gjenocidit të tij të vazhdueshëm në Gaza, apo edhe mbështetja më e lehtë për të drejtat palestineze të njohura ndërkombëtarisht, sot barazohet me antisemitizëm. Pas masakrës në Sydney, ku gjatë një feste të Hanukës në Bondi Beach u vran të paktën 15 persona, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu fajsoi homologën e tij australian Anthony Albanese për gjakderdhjen, duke përmendur vendimin e qeverisë së tij për të njohur një shtet palestinez jo ekzistent në shtatorin e kaluar.